Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, do diskutojmë mbi një zhvillim që ka tërhequr vëmendjen e të gjithë opinionit publik, pasi dy influencer dikur të shkolluar në SBA u rikthyen në Shqipëri për tashmë gjenden në të shtruar në spitalin psikiatrik. Bëhet fjalë për Genardin dhe Sonilën, motër e vëlla. Për këtë do diskutojmë me psikologen Entela Benjaku. Zonja Benjaku, faleminderit shumë që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit ju për ftesën. Ka ndodhur një metamorfozë e jashtëzakonshme sa i takon këtyre dy personazheve, Gerardit dhe Sonila Hajdinit. Ata janë shkolluar në SBA, u rikthyen në Shqipëri, por papritur duket se jeta e tyre mori një rrjedh komplet tjetër. Pse mendoni që ndodh ky fenomen? Pra të shkolluar diku tjetër, të arsimuar jashtë vendit, rikthehen dhe nuk e gjejnë veten dhe pastaj pësojnë edhe këto dëmtime, le të themi që gjenden pikërisht në këto situata. Nuk është e paraherë që qytetar të vendit tonë, të rinj, të moshave të ndryshme, gjenden në situata të vështira që lindin si rezultat i vështirësive për të përshtatur në vendlindje, veçanërisht kur kanë kaluar një pjesë të rëndësishme të jetës, siç është ajo e rinisë së parë, dhe që lidhet ngushësisht edhe me periudhën studentore. Dhe në vendin e origjinës, vështirësitë vijnë si rezultat i mungesës përshtatshmërisë me mjedisin që i rrethon. Në fakt, kjo histori është mjaft më e thellë se sa kaq, por le të ndalemi fillimisht te ky hap që juve sapo përmendët dhe që lidhet ngushësisht pikërisht me këtë fakt. Një djalë dhe një vajzë që rikthehen nga studimet nga një shtet i madh, demokratik, i një fuqie të jashtëzakonshme, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në dijenin time ata kanë qenë edhe studentë të mirë dhe janë kthyer në qytetin e tyre, të vendin e tyre, domethënë, dhe kanë filluar të gjejnë vështirësi të mëdha që lidhen kryesisht me punësimin, me integrimin në mjedisin shoqëror. Shpesh herë ata gëzonin simpatinë e njerëzve përreth, por ajo simpati nuk mjaftonte që t'u siguronte atyre mirëqenien, në radhë të parë mbijetesën dhe në radhë të dytë edhe mirëqenien shpirtërore psikologjike. Jam shumë e keqardhur që ne flasim sot për këta vëlla e motër që jeta i ka goditur shumë padrejtësisht, që në fëmirin e tyre dhe për të mos, sikur të mos mjaftonte, domethënë gjithë ajo traumë që ka filluar që me humbjen e nënës në moshë të mitur, por edhe një tjetër traumë ju bashkëngjit kësaj familje dhe që lidhet me ikjen e babait, që ishte shtylla kryesore e motrës dhe vllait në fjalë, dhe po ashtu kemi mësuar se dhe kjo ikje e babait ka qenë mjaft brutale si rezultati një dhune, siç e kemi dëgjuar nga mediat, dëshmitari së cilës ka qenë edhe vet Genardi. Ndaj me këtë dua të them që nuk është vetëm aspekti i vështirësive për integrim, mosgjetja e vetes, mungesa e hapësirave për të ushtruar edhe për të ushtruar aftësitë që ti ke, por edhe traumat e fëmirisë dhe traumat e vazhdueshme që kanë ardhur si rezultat edhe i humbjeve të prindërve, që pa diskutim janë humbje shumë të mëdha në jetën e gjithë secilit. Po, a ka ndodhur dhe te këta dy personazhe ndoshta një lloj dëshpërimi, duke qenë se u rikthyen nga SBA, të arsimuar atje, erdhën këtu dhe nuk gjendën një vetë pune. Çfarë pëson një person i cili kthehet me ëndra të mëdha, por gjen dyert të mbyllura? Mund të them që kjo periudhë e rinisë, veçanërisht pas studimeve, shoqërohet me një, si të themi, me një ambicie të madhe, me dëshira, me ëndra për të punësuar, për të gjetur veten, për të siguruar të ardhura, për të mbështetur familjen, për të shpërblyer familjen edhe në atë sakrificë që ajo ka kryer për shkollimin e gjithë secilit. Dhe përveç kësaj i shtohet edhe gjithë ajo fasade madhe e kthimit të trurit, e ftesave që i bëhen nga ana e qeverisjeve, kryesisht vajzave dhe djemve shqiptar, që të vinë edhe të japin kontributin e tyre në vendin e tyre, vendin të prindërve të tyre mbi të gjitha. Dhe shpesh herë ka ndodhur që edhe kur është
ka ndodhur ky kthim, domethënë ata janë bindur, kanë qenë mjaft të vendosur, kanë pasur gjithë dëshirën që vërtet të kontribuojnë, ka ndodhur që e kanë gjetur veten ose të themi në kushte ku meritokracia është thjesht një fasadë, ë shpesh herë vendet e punës nuk përmbushin edhe ato kualifikime që ata kanë arritur gjatë jetës, dhe si të tillë janë ndjerë të zhgënjur, janë ndjerë, si të themi, të pa plotësuar askund në këtë drejtim. Ka ndodhur apo ndodh që kur janë kthyer, tjetër që kanë menduar, tjetër që kanë gjetur, dhe në këtë pikpamje ju janë shkënjur edhe pritmënit, dhe në shpesh herë ka ndodhur që një pjesë e madhe prej tyre nuk kanë pranuar të bëjnë as ato kompromiset e vogla që shumë herë të tjerë i kanë bërë dhe që lidhen, si të themi, me kompromise të natyrës profesionale, po dhe të natyrës karakteriale. Edhe në këtë pikpamje, mjaft prej tyre të zhgënjur janë kthyer, kanë thënë një herë mirë, si të themi, këtij hapi jo, pra për rikthim, por ka ndodhur tek një pjesë tjetër që me shpirt në dhëm kanë vijuar, domethënë, të durojnë, të rezistojnë, kanë kërkuar, kanë qenë të palodhur, dhe sërish vjen një çast që dhe ata me mjaft vështirësi, domethënë e kanë pranuar që shumë e vështirë të punsojnë, është shumë e vështirë të gjejnë hapësirën e vet. Të gjitha këto lënë gjurmë, është e pamundur të mos lënë gjurmë, veçanërisht kanë pasojat natyrës psikologjike, kanë pasojat natyrës në sjellje, shpesh herë fillojnë edhe vënë në dilemë ose vendosen në dilema, a duhet të qëndrojnë, a duhet të rezistojnë, a duhet të largohen, apo vendosin në pikpyetje shpesh herë dhe aftësitë e tyre, sepse mjedisi, për shkak se nuk i përkrah, fillon edhe t'i lëkund edhe t'i vendos ata në vështirësi. Ka një pjesë të cilët izolohen si rezultat i gjithë kësaj, ka një pjesë tjetër që vijojnë të jetojnë me anksin edhe me një bezmatim të shtuar që gradualisht mund të kthehet në një depresion, dhe ka të tjerë që në heshtje vuajnë, por opinionit ose në mjedisin e jashtëm japin, si të themi, një aspekt pozitiv që në vetvete nuk është realiteti tyre. Edhe në këtë histori që ne jemi duke folur së bashku, dhe ju e thatë në krye të fjalës tuaj, që të dy këta ishin dy personazh me mjaft ndjekës në mjedisin virtual, ndikues për mënyrën se si ata i zhvillonin në aktivitetet e tyre virtuale, dhe ndoshta fare pak njerëz e kanë ditur në të vërtetë që ata të dy jetonin, si të themi, një çrregullim ndoshta të shëndetit mendor, me sa unë kam lexuar. Babai ka qenë edhe ai që është kujdesur për shëndetin e njëri dhe të tjetrit, dhe humbja e prindit në këtë rast i ka lënë të dy ndoshta të pa mjekuar, ndoshta, dua të them, sepse ne duhet që të flasim më seriozisht edhe më të mbështetur, patjetër duhet të njohim historinë e njërit dhe të tjetrit. Por gjithçka që po flas lidhet me ato që un kam arritur të mësoj nga çfarë mediat kanë përcjell. Teksa neve shohim që jemi në një botë që është vërtitur më shumë rreth teknologjisë, dhe fakti që një influencera vendos ndoshta në një gjendje rehatie dhe nuk dhe heqim dorë nga përditshmëria jon për të shkuar në një punë, për të bërë diçka ndryshe, për të kaluar nga monotonia që të sjellin edhe rrjetet sociale, duke qenë se dy personazhet nuk bënin punë tjetër dhe kishin fokusuar gjithë aktivitetin e tyre pikërisht në rrjetet sociale. Kjo është mjaft delikate si pyetje, sepse së pari tham historinë e njërit dhe të tjetrit të rrëfyer nga ta vetëm nuk e di, por nuk do të thotë që ata, domethënë, të mos e ushtronin aktivitetin e tyre në mjedisin virtual, ka mjaft njerëz të cilët veprojnë kështu. Por nga ana tjetër, bie dakord me ju që ndoshta edhe mjedisi virtual ata në vend që t'i ndihmoj të jenë më të hapur, të ndjekin më me rigorozitet edhe aspektet të mjekimit të tyre ndoshta, ose të ndjekin ato që duhet të bëjnë, si të themi, për një shëndet mendor dhe fizik mirëqen, mbase ky mjedis virtual në vend që t'i bëj ata
më mirë ndoshta ka bërë të kundërtën. Po, sigurisht, nuk diskutohet që mjedisi fizik, punët me kontaktet me njerëz, punët sy më sy, dalja çdo ditë nga shtëpia, disiplina që ku hyn gjithë secili që ndjek një orar të caktuar, hierarkia që respekton gjithë secili që shkon në një vend pune dhe aty vendoset çdo ditë në sprov për të respektuar të hierarki, këto janë element mjaft të rëndësishëm për formimin ton ose mjaft të rëndësishëm për gjithë secilin. Dhe mjedisi virtual këto sigurisht nuk ti lejon. Dhe për këtë bie dakord me ju që ndoshta për mirëqenien e tyre mendore dhe shpirtërore njëherëzi, por edhe për aspektet të shëndetit fizik, mbase do të kishte qenë më mirë, si të themi, një punë nga ato tradicionale, larg këtij mjedisi virtual, që do t'u jepte atyre shumë më tepër kontakte me njerëzit dhe shumë më tepër hapje ndaj njerëzve. Por unë sërish mendoj që ata i kanë bërë këto përpjekje më përpara se të futeshin, si të themi, në këtë sferën e ndikuesve, influencerave që ju thoni, dhe nuk e kanë gjetur mundësinë. Pra dhe Genardi, por edhe e motra, kanë tentuar, domethënë, që të hynë në brazë si gjithë të tjerët, po e kanë patur të vështirë dhe vështirësitë për ta duhet kanë qenë të natyrave të ndryshme, nuk kanë gjetur mundësitë, nuk kanë gjetur njerëzit, nuk kanë gjetur ato fijet e dura, në thonjza të dura, që këtu të hapin shumë dyer dhe për këtë arsye ata janë izoluar, janë tërhequr dhe kanë gjetur këtë risi teknologjike dhe kanë shfrytzuar këtë risi teknologjike që nuk e di se sa ju është këmbyer atyre edhe në të ardhura, sepse si i thon, njeriu ka nevojë të ushqehet, ka nevojë domethënë mbijetoj. Nëse neve krijojmë një lloj ngjashmërie dhe krahasimi me rastin e këngëtares madhe Parashivisi Maku, sa ngjashmëri kanë të dyja rastet me njëra tjetrën në një aspekt caktuar, e parë ndoshta në një rrafsh. Historia e këngëtares Parashivisi Maku me këtë histori ndoshta të përbashkët kanë vëmendjen e madhe që morën dhe që u amplifikua kryesisht nga teknologjia, sepse domethënë këto histori të dyja u bën objekt si rezultat i përdorimit të shtuar dhe të masa, domethënë të teknologjisë. Në kushtet kur nuk do të kishte qenë teknologjia, ndoshta për fatet e njërit dhe tjetrit rast nuk do të kishin mësuar fare. Dhe kjo është ngjashmëria e parë. Ngjashmëria e dytë lidhet me faktin që empatia e njerëzve nuk ka munguar, si në njërin rast dhe në rastin tjetër. Dhe për këtë arsye, vetë ata që i kanë njohur, janë përpjekur të më thonë sa kanë patur mundësi të bëjnë diçka që t'u vinë në ndihmë. Një pikë e tretë përafruese mendoj unë që lidhet me faktin se si në njërin histori ashtu edhe në tjetrën kemi të bëjmë me mungesën e dorës së institucioneve. Në qoftë se këngëtarja Parashivisi Maku jetonte në Amerikë dhe ishte në rrugë, kjo mund të ketë ndodhur edhe për shkak se ajo mbase nuk ka tentuar t'i qaset ndihmës institucionale. Ndërsa rasti i motrës dhe vllajt në Tiranë dukshëm tregon mungesë të një kujdesi institucional, sepse ne nuk duhet të harrojmë që në këtë shoqëri ka mjaft njerëz që vuajnë çrregullimet e shëndetit mendor, ka mjaft njerëz që vuajnë forma të ndryshme të çrregullimeve të shëndetit mendor. Dhe kur kanë dikë pranë dhe vetë ne kur sugjerojmë si hap të parë drejt rikuperimit ose drejt trajtimit, çelësin e vendosim tek komunikimi, mbajtja pranë, dhënia ngrohtësisë njerëzore, dhënia mbështetjes. Dhe në rastin e motrës dhe vllajt që ne po flasim, në kushtet kur nëna dhe babai nuk ishin, nuk janë, në kushtet kur familjarët e tyre janë larg, këta të dy patjetër që do duhet të kishin një mbështetje institucionale, që do duhet të ishte, domethënë, mjaft më e shprehur, mjaft më e organizuar dhe jo të lihen domethënë në këtë gjendje si kundër ata u lanë. Dhe vetëm teknologjia edhe në këtë rast
ishte ajo që i bëri të dukshme historinë e tyre. Mendoj që ndoshta ka një përgjashmëri tjetër që lidhet me faktin se si në rastin e këngëtares Parashivi Simaku, po edhe në rastin e fëmijëve të familjes Ajdini, sërish kemi të bëjmë me institucion të kujdesit shëndetësor, siç është shtrimi në spital, dhe pikat e përbashkëta domethënë nuk mungojnë. Por sërish unë mendoj që në rastin që po flasim, dora e shtetit duhet të jetë dhe dora e institucioneve duhet të jetë shumë serioze, sepse njerëzit aq kanë mundësi të bëjnë, por institucioni duhet jetë ai që të t'i jap dorë në ditë të tilla. Për të vazhduar pikërisht këtu ku ju e përmbyllët, a ishte zgjidhja e duhur ajo që zgjodhen institucionet, autoritetet për t'i vendosur ata në një spital psikiatrik? Çfarë masash duhet të ndërmerreshin për këtë rast? Lidhur me pyetjen a ishte zgjidhja e duhur, edhe unë kam menduar se çfarë rrugë mund të ishte dhënë tjetër përveç kësaj. Në fakt, tek ne ka një stigmë shumë të madhe për institucionin psikiatrik, i cili e ka trashëguar këtë stigmë dhe sot e kësaj dite nëse njerëzit i dëgjon që i drejtohen spitalit psikiatrik, më thënë, me njëherë mendja shkon tek versionet më të këqija. Por në kushtet kur institucionet kujdesit shëndetësor ne nuk kemi. Institucione ku njerëzit që kanë çrregullimet natyrave të ndryshme, që të marrin mbështetje psikosociale në qendra pranë komuniteteve ne nuk kemi. Ne dhe shërbimin parësor e kemi shtuar me një punonjës kujdesi psikologjik, por ai është i pamjaftueshëm. Prandaj edhe zgjidhje tjetër për momentin nuk shikoja. Ndërkohë nuk duhet ta harrojmë që ne edhe nuk e dim se në cilën, si ta themi, gjendje realisht ka qenë shëndeti tyre mendor që është marrë ky hap. Pra nëse i është drejtuar spitali psikiatrik, i është drejtuar fillimisht për ekzaminim, po fakti që janë shtruar tregon që ndoshta ajo ka qenë zgjidhja për këtë situatë në këto çaste që flasim. Kjo histori, sikundër dhe mjaft të tjera që nuk diskutohen, nuk dalin në vëmendje të opinionit, as ne nuk flasim për to, duhet të na vërë shumë përpara përgjegjësisë për të kuptuar realisht se sa mbështetje japim ne si shoqëri përmes institucioneve që ne i kemi krijuar, ne i paguajmë, ne duhet të t'i ngrem për t'u ardhur në ndihmë të gjithë atyre qytetarëve që kanë situata mjaft të brishta, siç ishte historia në fjalë. Nuk duhet ta harrojmë që këta dy fëmijë, këto dy qenie njerëzore kanë vuajtur shumë, kanë vuajtur në fëmijërinë e tyre, si rezultati i humbjes traumatike të nënës, kanë vuajtur vendosin në një shoqëri tjetër që po ashtu ka kërkuar, që është tepër larg në Amerikë, që ka kërkuar dhe ajo një energji të madhe për të përshtatur, janë kthyer në vendin e tyre dhe përsëri ju është kërkuar me mjaft vështirësi, domethënë nga vetja, një tjetër sforco për të përshtatur, me mjaft vështirësi kanë çuar përpara veten dhe humbin edhe prindin që kujdesi për ta, dhe patjetër që në të gjithë këtë situatë, domethënë diku duhet kishte ekzistuar një dorë institucioni që t'u vinte në ndihmë, ose tani, domethënë, është dhënë kjo zgjidhje, po se ju e dini që edhe spitali, domethënë, nuk mund të jetë një zgjidhje pa mbarim. Do të vi momenti që ata do duhet të shkojnë në shtëpi, do duhet, domethënë, të tregohet për ta më shumë kujdes, për marrjen e mjekimeve, për kryerjen e të gjitha ritualeve ditore, domethënë, ka nevojë për kujdesje. Dhe për këtë arsye ne flasim sot për nevojën e madhe që kemi për institucionet kujdesit psikoemocional veçanërisht. Psikologa Entela Binjaku, faleminderit shumë që ishit me ne dhe faleminderit shumë që zgjodhët që të flisni për këtë temë tepër sensitive.